Filloj podcastin e Ignatia e rilindur, Feniksi i rilindur. Sot kemi një shans, kemi dhe një fat, kemi pranë Edison Drecën, 30 vjeçarin Edison Dreca, tashmë me status të ri. Jo vetëm mbrojtësi majtë shumë i mirë, madje edhe winger i majtë shumë i mirë, por tash është dhe babai një goce të mrekullueshme. Për te një lojtari i cili ka kontribuar maksimalisht në gjitha fitoret e trofeve të Futbol Klub Ignatias, maksimalisht ka treguar një formë të lartë në paraqitje dinjitoze me gjithë ekipet ndërkombëtar që luajtën, por në veçanti në ndeshjen me Milan, miqësore me Interin e Milanos dhe me Napolin, ka treguar vlerat e veta si futbollist. Edison Dreca ka luajtur në shumë skuadra në kampionatin shqiptar, por erdhi te Ignatia për të veshur kurorën dhe për të marrë tituj të tjerë të cilët i ka të merituar dhe pjesë e gjithë titujve bashkë me bashkëpatriotën e tij dhe një nga futbollistët që do ta përmendim shpesh, një kapiten të vërtetë të Ignatias si Renato Malota, në këto kohë ka dhënë një kontribut të shquar. Më tej po fillojmë të përpiqemi të zbulojmë kush është ndryshe Edison Dreca. Po ja të jesh ti futbollisti që vrapon, kroson, gjuan dhe bën, me pak fjalë Edison, pak përshëndetje, kush je ti dhe cilat janë sukseset e tua deri tashmë në të gjitha skuadrat që ke luajtur për të ardhur pasaj te Ignatia. Përshëndetje, unë jam Edison Dreca, i lindur në Myrdit. Prindit e mi janë shpendosur gjatë viteve 90, domethënë në lagj. Aty kam hapat e mia të fare, domethënë të futbollit, të karrierës time futbollistike. Që vazhdon që nga moshat e vogla, domethënë deri tek 90-ta. Që pastaj më shvendos tek ekipi i parë, që kam qenë për 2 sezone tek ekipi i parë. Aty domethënë kam marrë pjesë në ekipin e Laçit që kemi fituar një kupë dhe një superkupë. Por edhe një europian të suksesshëm. Po, që ka qenë në kualifikimi i parë për Laçin, domethënë histori e Laçit, domethënë që mi kualifikuar me Rudar Velenja. Pastaj nga Laçi, domethënë jam zhvendos, kam luajtur për 4 muaj në Buharest, pastaj kam luajtur 2 vite tek Bestia që kishim. Domethënë për atë periudhë, domethënë edhe tek Bestia ka qenë një periudhë e bukur, domethënë që kishim një ecuri shumë të mirë që shkuam deri në gjysmëfinalet të kupës, që eliminuam në atë kohë që ishin ekipe pretendente për Superligën, domethënë për titullin kampion ishte Flamurtari dhe Partizani dhe eliminuam ne. Pastaj u eliminuam në gjysmëfinale nga Tirana. Po, ti ke në formë. Derisa mbajtet në Kukës dhe për të dhënë pastaj qershin fiton te Ignatia. Këtu duhet ndalim domethënë qershia mbitore është tek Ignatia, domethënë për karrierën time. Unë tek Ignatia kam arritur domethënë të marr trofe të rëndësishëm, domethënë 2 kampion, kupa dhe superkupa, patjetër. Dhe domethënë uroj shpresoj që të vazhdojmë këtë. Në të shitore që tani doni patjetër. Më duket se e mirë, e ke kaluar traumën, pas asaj traumëve të vështirë, të rëndë, sepse e shoh jo vetëm nga stërvitja, nga ndeshjet që ke bërë, po e shoh edhe në tonalitetin dhe sigurinë e kësaj qetësisë shpirtërore që je mirë, je kthyer. Jo, jam shumë mirë, domethënë. Bon gati 2 muaj domethënë që nuk kam pas probleme. Domethënë edhe të nesër që ka filluar kampionati, qetësimi. Ishte me të vërtetë një traumë, domethënë, se para, domethënë ishte dëmtimi i parë karrierë time dhe zgjatja shumë, domethënë, ishte me të vërtetë një traumë. Por tani është kaluar, besoj inshallah. Kisha një pyetje për ta bërë fëmijëria jote, po ti e the pak më përpara, kështu që po e kaloj. Si ndihesh tani kjo të qenit babat, ka bërë më të përgjegjshëm, më të kujdesshëm dhe stërvitje, kërkon të japësh më të mirat, kanë ndryshuar edhe çik pozitivisht apo jo? Patjetër, tash domethënë e gjithë bota domethënë ishte e mbushur vetëm me futboll deri para se të vinte hojza. Tani përveç futbollit domethënë është pjesa gjysmë është futbolli, gjysmë është goca, domethënë që shkosh. Besoj domethënë që është një ndjesi siç është futbolli. Por kujtova se prandaj në këtë intervistë po me Viktor Pepën ke pat një raport me Rubik, nga që është një i pasionuar për sportin. Është i pasionuar, në fakt na ka pasqyrua shumë, domethënë sepse atë shkoshim bëshim shumë ndeshje, domethënë kur ishim tek mosha.
ne shkoshim lushim gati çdo fundjavë sepse kishte fushën Rubiku, ka pas një fushë të mirë, edhe ne shkoshim boshim neshje. Po kam qenë i vogël në atë kohë, kam qenë i vogël. Si e ndihesh ti tani? Ose ku ti je vëzhli, ose familja, cili ishte roli familjes tënde për të arritur pastaj në këto nivele, apo unë njoh natyrisht Bicin, Vasil Bicin, po edhe Salvador Kaçën, po edhe Ramën, Evocki, futbollist lezhian e tjerë. Po do thosha, cili ka qenë përveç familjes do më lidhesh të dyja, familja dhe kush ka qenë idhulli jot në krajinë apo në futbollin shqiptar? Pastaj Në fakt, të them drejtën, domethënë Laç jemi rrit ne me figura domethënë po, sepse unë jam rritur në Laç domethënë dhe që kishim që me qenë se më dha mundësia domethënë që ta përmend domethënë Sava Bisi, ka qenë që në mbrojtës domethënë tek Laçi. Dhe ai ka hapur biznes vetin domethënë Laçi është fotoreportar domethënë sa herë domethënë ne shkoheshim për me bë foto që kanë qenë shkollës, janë edhe tilla. Edhe tani që un kam arrit domethënë që të luaj futboll, domethënë ai sa herë domethënë më shikon domethënë dal për çafon kur ajo domethënë për ekzempër për arritjet që kam bërë. Ne shpjegojmë, jo sa do bizi Shkodrës. Ja. Se ne votovë dhe unë. Ja, është një që në mbrojtës ka qenë i Laçit domethënë. Po. Mirë, vazhdojmë me famën e vazhdojmë pak më tej. E thatë ju familja, po cili është futbollisti në Shqipëri dhe në botë? Cili ke futbollistët tu idhull në? Mos më thuaj mbrojtës. Tam drejtën, domethënë, jo, unë kam qenë domethënë tifoz me Milanin. Ne jena arrit domethënë me Milanin. Ne s'ka gjë se jam unë mirë. Dhe shikoshim në atë moment domethënë që shikoshim ne ka qenë Kaka domethënë ka qenë Papa domethënë koha e Milanit. Përse për shembull nuk kam qenë i fokusuar për shembull tek një futbollist i caktuar që kisha idhull. Domethënë kam qenë shumë i apasionuar mbas ekipit, jo mbas domethënë lojtarëve të caktuar. Pra, në kujtimi nga skuadra që keni luajtur juve, kaloi, tregoj deri edhe me Kuksin, pastaj rikthimi e Gnatia. Cili ishte niveli apo si ka arritur karriera jote në momentin që ka ardhur te futbolli Gnatia jote? Patjetër, tek Ignatia domethënë kam bërë rritje më të madhe domethënë në karrierë, domethënë tek gjitha ekipet domethënë kam bërë progres për mirë, por tek Ignatia domethënë kam arritur majat e suksesit që mund të arrijë një futbollist domethënë karrierën e tij. Domethënë që mund të përmendim domethënë titujt domethënë që kena marrë dhe tek formacioni domethënë i vitit. Dhe gjitha këto domethënë që janë në anën personale domethënë janë arritje që çdo futbollist do dëshironte t'i arritte. Dhe ne këtu ja kemi dalë. Japi pak publicitet ne për këto kompanitë që në shoqërojnë. Një nga sponsorët më të fuqishëm i cili ka kontribuar në suksesin e Ignatiës është Demrozi Konstrukcioni. Me administrator dhe president Ardit Demrozin. Është një kompani e shtrirë në Shqipëri dhe në Itali, e cila ofron në fushën e saj përveç qëllimit për të projektuar për të synuar cilësi maksimale në përputhje me standardet dhe kushtet teknike bashkëkohore, kompania prezanton një markë të konsoliduar që garanton efikasitet dhe cilësi të punës. Me një eksperiencë të gjatë, cilësia e materialeve dhe me teknologjinë të fundit mundësojnë projektimin e gjithë koncepteve, ideve dhe kërkesave të klientëve të tyre. Janë kudo ku klienti ka nevojë të për riparimet e shumta, i konstruksionet dhe eksperimentën tonë dhe disa vjeçare me këtë fushë. Shtirja e kompanisë dhe eksperienca është sa italiane aqe në Shqipëri me sukses. Duhet të theksojmë se sa e kompani dhe konstruksionet dhe Demrozi janë dy themele e suksesit fantastik të Ignatiës. Faleminderit sa faleminderit konstruksionet dhe Demrozi Konstruksione, SHPK, me ju gjithmonë jemi më të fortë, me ju gjithmonë do të jemi kampion. Të gjitha këto kupa dhe kampione janë fali jush. Suksese. Demrozi për Sardi Energji, për Giardino Relax, apo hotelu i Vara dhe Tosku,
elektrik. Pas këtyre reklamave për sa fillose, e shikoni që vetë që edhe Mbreca di të bëj shumë mirë mbrojtësin e maj, madje nëse ka ndonjë futbollist që kontarja i është borxhi që të paktën njërë vetë në të ishte thirrur, si që shikoni Mbreca o gjvesh, bën të vetën, aq që mirë sa është në fush, aq të vështirë e ka, pse si me këtë problemet me intervistat. Vetë, cili është momenti që ke arrit në karrierën tënde lartësi më të madhe? Mund të flas për momentin që jemi tani, domethënë këtë periudhë që natyrisht ndjesha që media do ishte. Kjo është domethënë maja domethënë që kam arritur. Por e shpresoj domethënë siç e përmenda edhe më parë domethënë, por edhe dëmtimi që kalova domethënë patjetër që më kufizoi për shumë gjëra domethënë, si ke pjesa e kombëtarës ose siç ndoshta ishte një transferim ndoshta që mund të bënte jashtë. Por e shpresoj domethënë që në vazhdim arrim t'i plotësojmë. Tani jemi këtu te Egnatja sot, te kombëtari ose aty dhe të gjitha të tjera. Unë thoshja në këto, cili ishte momenti që je mërzitur më shumë që pse s'jam në formacion, ti isha mundesh të bësh sot diçka ndryshe, qoftë me Olimpian, qoftë me Bardëlikun, qoftë në një ndeshje me këtu. Si ke përjetuar atë stonin nga ato vuajtje? Të them drejtën, domethënë tentimi është edhe patjetër domethënë që dhe unë nuk është se e kam përjetuar shumë mirë dhe mund të veçoj domethënë rastin që ishte ndeshja e parë që lutem domethënë me ndeshjen e Bedabrikut që u dëmtova sa filloi ndeshja, domethënë unë kisha periudhë 4 mujoshe që prisha të rikthesha në fushë, të bona gjithë fazën përjetore, gjitha ndeshjet miqësore shumë mirë dhe atë ditë sa po filloi ndeshja, domethënë ishte minuta 10, domethënë më dha prapë shqetësimi. Kjo ka qenë një ndjesi e keqe, domethënë që s'ja uroj as në futboll. Te arbitrave që na arbitruan të paktën me Ljubljana dhe me ndeshjen e Boracët që për histori, mendoj që edhe fati keq ishte i Egnatjes, si patëm shumë dëmtime, si me të dyja ndeshjet dhe fakt akoma më i keq është që edhe ke mbrojtje mal. Por besoj që në kujtesën tënde diçka për të dy ndeshjet, qoftë me Interin, qoftë me Napoli, me të cilat e di që u mërzitë kur në rojo, po ke bërë përmendimin tim ndeshje super të mira. Ose si që ndeshje, si që meriton klubi i futbollit Egnatja. Kam drejtë, domethënë ndeshja me Interin ka qenë surprizë e bukur. Asnjë nga ne futbollistat vetë nuk e besonin domethënë kur e morën vesh të luajnë me Interin. Pastaj për sa i përket ndeshjes, domethënë që e ka parë gjithë Shqipëria, ajo ka qenë një ndeshje domethënë perfekte. E kupton, ishte një ndeshje që do ngjelet kujtim për gjithë futbollistat që ishin në fushë, për besoj edhe për historinë. A e penduar ndonjëherë që erdhe te Egnatja? Jo, përkundrazi. Për çfarë të lumtura? Si ishte shtytja përveç problemit të Kledit apo kërkesa e stafit drejtues me Kledin, me Tetovën, me presidentin Demrozi, si ishte shtytja? Si ishte kontaktet e para kësaj? Të them drejtën, unë kam pas kontakte edhe më përpara, domethënë që dia ke Egnatja, domethënë një merkato më përpara, domethënë bere më përpara, por nuk e di sepse nuk u konkretizu si transfer. Pastaj kur erdhi oferta domethënë në verën e 2025-s, mos e gaboj, domethënë që u bën pjesë e Egnatjes. Ka qenë një moment shumë i shpejtë domethënë. Unë isha lojtar i lirë, domethënë isha në pritje domethënë të ofertave, isha domethënë diskutime, domethënë kisha domethënë për me ikë jashta, kisha i mundësi domethënë koloni për me ikë jashta dhe ishte presidenti domethënë që morin telefon dhe ka qenë ekipi pas përjetore. Ishin në Turqi dhe morin telefon domethënë edhe që më tha kështu do që të vish tek Egnatja dhe i thash edhe unë i tregova domethënë realisht jam kam menduar domethënë që ti jetë edhe më tha mua vetëm mund të presësh domethënë 2-3 ditë se kishim për me kthy nga pas përjetore. Edhe sa është kthy domethënë presidenti, domethënë sa ka marrë domethënë nuk ka qenë fare e vështirë që gjej gjën e përpashme domethënë ka qenë pjesë dhe siç ishte edhe rinovimi domethënë që ndodhi këtë verë që kishte shumë histori. Domethënë është e vërtet kjo, prandaj edhe i kënaqur që edhe me tifozat që të vlerësojnë, të duan, dhe siguri aty apo jo, si ndihesh kjo? Të them drejtën, jam i lumtur domethënë që jam pjesë e Egnatjes, domethënë po shijoj këtë moment domethënë tek Egnatja. U bën viti i tretë që kena filluar këtë sezon dhe vërtet ndihemi lumtur dhe jem krenar domethënë që jam
Dhe Të lëmë dhe 2 minuta pak patjetër. publicitet për Astaragun dhe për Togu Elektrik. Udhtimi i Ignatiës si kampione dhe fituese kupës dhe superkupës në këtë triumf të futbollit shqiptar dhe vendosja e saj si një kampione realisht nuk do të kishte kuptim pa firmën Sardi, e cila është nga sportet general të Ignatiës. Sardi është tregtimi e shumicës dhe pakicës e sistemeve të energjisë regenerative, panele diellore, paneleve të erës, sisteme të ngrohje dhe ftohje, tregtimin me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, import-eksport, kalifikim dhe montim të paneleve diellore dhe prodhimeve të energjisë elektrike, planifikim, projektim dhe realizim të qarqeve energjetike diellore të erës dhe hidrocentraleve, planifikim dhe reflektim i instalimeve elektrike, riparim dhe servis i aparaturave dhe paneleve elektrike. Pa firmën Sardi, kompania jonë me suksesin e saj, me kaq përvojë, suksesin e saj në tregun shqiptar, por edhe me shpirt më tej të saj, nuk do të ishin të gjitha ato trefoje që shikuan në këtë. Firma Sardi do të thotë shërbim, asistencë, shpejtësi dhe gjithçka në nivel europian. Mos hezitoni. Prahnoni shërbimet dhe bashkëpunimin në firmën Sardi dhe suksesin e biznesin tuaj do t'ju kthehet gjithfish. Urime dhe faleminderit firma Sardi për ndihmën që keni dhënë pafund Futboll Klub Ignatiës. Pra, vim te kjo pjesa që the, përveç kontakteve me presidentin dhe natyrisht 24 orë që është plani. Unë mendoj që një rol të jashtëzakonshëm në aspektin e drejtimit të klubit, po sidomos dhe në merkato, është dhe një intuit shumë e kujdesshme edhe zotit Lejdi Zenela. Natyrisht që vula dhe gjithçka pastaj kalon nëpërmjet tetovës. Cili ishte raporti juaj me këta të tre dhe me veten tënde? Sa i kënaqur je ti dhe ata dhe si mendon se ata të vlerësojnë të duan kaq shumë? Unë kam një raport shumë mirë, domethënë si me profesorin, si me drejtorin, si me presidentin, domethënë. Ne funksionon shumë mirë gjëja, domethënë, nuk është e them me fjalë, domethënë. Thjesht pastër bukur, domethënë funksionon shumë mirë, domethënë si marrëdhënie. Ajo është shumë. Nuk kollaj e ke luash në fushë sa të përgjigjesh pra ata jo bëre kështu dhe thjesht. Po, në rregull është kjo. Mbrojtësi Majk. Me t'i pare sulmuese. Te Ignatia ka shnuar gola dhe gola me shumë pesh. Në pjesë e rëndësishme e Ignatiës është tani konkurenca në grup. Ati ka një konkurencë super të fortë. Se vjet je lodhur dhe par vit se s'kishe me këtë të nëronin se Alievi se do të të zvëndëson dhe të shprodhe. Tashmë ke Zhajmen dhe Alievi, sa ndihmon performancën tënde, por dhe klubin kjo konkurencë. Patjetër që konkurenca bën mirë çdo futbollisti, edhe klubit, domethënë sa më shumë lojtar, domethënë kemi dashje më shumë mirë është edhe për klubin. Konkurenca është gjithmonë në jetë, domethënë si çdo gjë, edhe në futboll ka konkurencë, domethënë edhe tek Ignati që edhe kur ka marrë këtu ka pas konkurencë, ka konkurencë, jeta është sfidë në vetë. Edhe normal që sfidat të rrisin edhe më shumë. Të urojmë të fitosh sa më shumë sfida. Faleminderit. Kam një pyetje varë, tash vim te grupi. Te grupi kuptohet natyrisht edhe Malota, po mas i gjithë Malotës në qendër të saj është Madi Aleksi. Në sfëshori çuditshëm, po ndonjëherë Madi ka thënë rroba të zhvesë se bollë si Malota. Ai ka karakteristikë edhe në pjesën e të folurë domethënë. Unë do më zhveshë se para i them që pusha domethënë kurse në fushë edhe i kthesh. Edhe unë kam qenë ndërparë lojtar domethënë që i kam thënë që sa herë ke diçka që të flasë, flit. Sepse të bën edhe unë për vete si lojtar domethënë në moment që ai flet domethënë të zgjon, të reagon. Dhe unë kam qenë ndërparë domethënë që i kam thënë çat kesh domethënë edhe kot flit. Domethënë sepse të bën të reagosh në fushë. Si të duket harmonia, a ka cili është qesi suksesit të harmonisë në familjen Ignatia? Kjo ka qenë qesi suksesit domethënë tek Ignatia domethënë sepse kemi një grup shumë të mirë domethënë edhe që kur kam marrë unë domethënë vitin e parë domethënë deri tani. Dhe kjo është qesi suksese sepse kjo domethënë e përliq atë suksese që kemi arritur ne, sepse këtu po ta shohësh domethënë kanë ndruar shumë lojtar dhe gjithë kanë arritur përshtaten shumë mirë domethënë me grupin që kanë gjetur. Dhe kjo
kam përshtypjen unë që është qetësi i suksesit, domethënë i ekipit tek Nati, sepse çunat janë shumë çuna të mirë, domethënë është grup shumë i mirë dhe i mirëpresin domethënë gjithë lojtarët që vinë dhe i bëjnë më të thjeshtë që të përshtaten domethënë me grupin. E lojtarët që ke ti në krahun tënd apo sulmi dhe mes fusha, në kë mendon se janë alternuar më mirë? Të ka mbuluar më mirë kur ka dalë në sulm, të ka kryer hapësira më shumë, apo si e ndjer më të madh? Po flasim për gjithë të vitet që kemi qenë. Mos thuaj sidomos në vitet e fundit. Po të jetë me prek domethënë një rast mund të prek Sergjën Weekend për shembull, sepse më Weekend jam rrit që i vogël domethënë dhe çdo që mund t'i thoj atij ose çdo që të më thonte ai mund domethënë nuk është se mund ta merrnin domethënë për Sergio dhe u përshtatshëm më mirë. Sergio e bë shumë mirë dhe mori dhe i dha shumë Ignatius, po edhe mori shumë. Ne nuk e harrojmë kontributin e tre lecionëve tuaj në skuadër, të cilat mbi të gjitha përveç profesionalizmit nuk na krijuat asnjë cen apo asnjë defekt për raportin me të tjerët, pra lokalistë që luanin për ju të tre me një tjetër, ndihmonit sepse Malota më shumë topa të gjatë i ka dhënë në krahun e kundër se sa ke joti. Si e mban mend apo cilin trofe të ka? Por sho jam i lumtur. Patjetër që titulli i parë kampion domethënë nuk di ta them me fjalë domethënë ishte një arritje e madhe domethënë si futbollist domethënë ishte arritje më e madhe që mund të domethënë ishte trofeu që mungonte. Dhe patjetër që ishte i kënaqësi që sa rritet ta shpjegoj domethënë me fjalë, sepse është një mision i përmbushur domethënë kur del kampion. Është një qëllim që ja arrin domethënë ta çosh deri në përfundim. E në gjithë këtë kush është qelsi i suksesit? Patjetër se qelsi i suksesit domethënë është që prek edhe ti mas sipër domethënë është treshe domethënë që është me presidentin, drejtorin dhe trajnerin që kanë përzgjedhur domethënë grupin e lojtarëve domethënë që kanë arritur domethënë gjithçka të funksionojë shumë mirë, duke filluar që nga presidenti deri tek punëtori i fushës domethënë që mund të jetë. Deca, juve nuk keni fatin që të keni 15.000 tifoza këtu. Po çfarë do veçoje ke tifozat e zjarrt të Rogozhinës? Të them drejtë, nuk është se ka shumë tifoz, por edhe pak nuk ka domethënë. Vetë ne nga qenë prezent domethënë çdo ndeshje. 2000.000. Edhe kur kemi luajtur domethënë në Final Four në Tiranë domethënë kanë qenë konsiderueshëm me fushën. Mos them të barabartë domethënë me kundërshtarë. Dhe s'është se kena ndjen ndonjëherë mungesë tifoze. Edhe në të ndeshje që luajmë ne domethënë tani jashtë shtëpie domethënë transfera, nuk është se mund të them që janë në numër të shumë, por nuk mungojnë asnjëherë. Gjithmonë ka tifoz domethënë që na shoqërojnë në transfera. Por tifozat e zjarrt të Rogozhinës domethënë japësh një mesazh tani që mos ta lëm në fund si ta film që më thonin edhe rregullin e intervistës. Çfarë do të thoshje? Çfarë do të premtoje në këtë? Po, tash normal se tipozët domethënë duhet të jenë të lumtur domethënë për këtë që ka arritur Ignati tani, që po shijojnë titujt kampion dhe kupat dhe uroj shpresoj domethënë që të mos i ndalet seria e fitimit të trofeve domethënë që janë sa më shumë kupa, sa më shumë trofe dhe sa më shumë suksese në Europë. Shko kanë ndryshuar shumë, ka evoluar roli mbrojtësit të majtë. Ka evoluar kohët e fundit dhe ka më një rol të rëndësishëm. Cili është roli i profesor Tetovës, i trajnerit nga më të mirë dhe më të titulluarit në kampionatin superiore, cili është roli që ka bërë më të lehtë të përshtatje me rolin modern të mbrojtësit të majtë? Patjetër, tek unë profesori ka gjetë domethënë sa cilësi që nuk mi ka mohuar domethënë asnjëherë. Unë kam qenë gjithmonë një lojtar domethënë mbrojtës që kisha dëshirë domethënë të sulmoja. Dhe për këtë duhet ta falenderoj personin domethënë që asnjëherë nuk ka qenë pengesë ose ndalesë kundrejt meje domethënë që unë të sulmoj zonën kundërshtare. Dhe kjo ndoshta më ka bërë dhe mua të jap më të mirë domethënë pjesën e sulmues. Me fat edhe grupi. Patjetër. Me fat e Xhemali se kemi mbrojtje. Patjetër gjithë lojtarët domethënë profesor Tetova ka meritën kryesore që ta ka sjellë që të marrë maksimale, por edhe krye mundësi që ti tregosh kush je. Nëse do thoshja me kaq fjalë se cilat janë aftësitë apo gjërat kryesore që ka një mbrojtës, cilësitë kryesore që duhet të ketë një mbrojtës si majtë. Përqendrim, forcë fizike, shpejtësi,
detyra taktike, kujdes. Po tani gjitha këtë që i preket ti, domethënë gjitha duhet të jenë prezente, domethënë tek një mbrësimar që të ndihet sa më i kompletuar. Domethënë normal se detyra e parë e një mbrojtësi është të mbrojë portën. Por tani me kohët që kanë ardhur në futbollin që ka ndryshuar, domethënë duhet të jetë një futbollist që nuk i shoh marrë, domethënë që të marrë pjesë edhe në anën sulmuese, domethënë ekipin në anën sulmuese. Dhe këto janë mekanizma domethënë që po ndryshojnë botën e futbollit, domethënë që Duke qenë se do vinë ca pyetje të vështira, po japin një pak publicitet. Një sponsor i radhës e Futbol Klub Egnatës është kompania Tohu Electric, me qendër në Lugos të Vogël, e cila kontribon me sa mundet për resurinë dhe për trafikin që kemi marrë. Tohu Electric e kompania të 3 vëllezërve, të cilat kanë materiale nga Europa, Kina, Azia, Kosova, të shtirë në Kosovë dhe Shqipëri me sukses të jashtëzakonshëm. Natyrisht këtë sukses e ka bërë më të mundur, më të shpejt edhe reklama që bën pranë ambientit të shkëlqyer të klubit të futbollit të Egnatja. Suksese të tjera. Me Egnatën do shkojmë së bashku edhe më tej. Ngel vesh është bish. Tani, pra, e fillojmë, cili është momenti më i bukur, e di, nga gola të thuash, përveç fitimit të trofeve, cili është momenti më i bukur individual që ke arritur, që do ta mbash mend që bëra bukur, kjo ishte magjike. Po mund të përmend, ka shumë momente domethënë tek Egnatja. Di që ke, Por që për golin domethënë që mund të kepshë në është goli i finales kupës, domethënë që fitumi 1-0 me Kupsin, që ishte goli. Dhe ishte një moment i bukur domethënë që kam kaluar tek Egnatja. Patjetër që edhe dy finalet domethënë të kampionatit. Edhe ato më i vështirë, përveç dëmtimit. Më i vështirë. Kush ka mërzitur më shumë? Apo ku janë ndjerë më keq? Si mbrojtës edhe si? Më i vështirë për sa i përket aspektit të fushës apo për sa i përket domethënë më i vështirë që jetë ndjerë keq shpirtërore, pse ndodhi kjo çfarë? Po të gjithë domethënë patjetër që domethënë ka qenë një moment i vështirë për të gjithë ajo që na ka ndodhur domethënë. Normal që ka qenë traumë për të gjithë. Dhe atë nuk do ta harrojmë asnjëherë. Kush është mbrojtësi që sulmuesi që ka mërzitur më shumë? Ja them këtë se duam atë ndeshje. Sulmues kundërshtar apo Kundërshtar. Se di, s'është se mund të përmend domethënë të një lojtar të caktuar, domethënë këto sezone të fundit. fundit. Një që të Po, domethënë këto sezone të fundit domethënë nuk është se mund të dalloj një winger të caktuar. Nuk di të zë ndonjë emër. Ka dhe një problem fare. Ju ndrejtëse edhe që jeni një mbrojtës i majtë, nuk jeni nga ta mbrojtës të ashpër, që me një kartelë e kështu. Po si e gjënë mënyrën për të tensionuar vetën, për kërë raport sidomos, jo vetëm me pasimet e shokëve, por raport me sidomos në qëndrimet kur e kupton që arbitri ka gabuar, ose ka bërë gjithë diçka që ti e i bindur që s'është ashtu. Po tani me futjen e sistemit VAR, domethënë edhe kjo pjesa domethënë e gabimeve të arbitrit është reduktuar. Dhe patjetër që domethënë mund të shkosh tek arbitri domethënë që ti kërkosh shikoje sistemin VAR, domethënë që bisedoje me VAR. Dhe kjo është zgjidhje. Nuk ke zgjidhje tjetër domethënë që mund të bësh me arbitrin. Përjashtoj Interin dhe Napoli. Cila është ndeshja me të vërtet që ju ka pëlqyer apo keni thënë ne, kjo është Egnatja. Mund të ketë shumë, ha? Ka shumë neshe. Gjitha fiton. Ka shumë neshe të bukura domethënë që kemi zhvilluar. Çfarë tha thua atë që ka tani okay, me qenë se do një ndeshje domethënë tani po mbien mend domethënë një ndeshje që kemi luajtur me Vllaznin atë Vllaznia që në pjesën e parë domethënë kemi 3-0. Ajo ka qenë me vërtet një ndeshje e bukur nga na jo. Dima dhe do Vllaznin do thoshja, po jo atë. Thoshja vjet finalja vjet ka qenë një super ndeshje. Ashtu si fillimi ndeshjes tu me Ljubljana, Olimpia këtu ishte edhe me Ljubljanën ishte një ndeshje ishte një ndeshje çuditshme po me ato golat edhe pse ishin offside domethënë 3-4 gola që nuk për 10 minuta domethënë s'kishte ndodhur ndonjëherë. Edhe ka qenë një moment i bukur domethënë. Po, pra thjesht në rregull të prandaj themi Egnatja ky Feniks i rilindur nga Algjeria u bë një grup i tillë futbollistësh që me të vërtet janë duar trukitur në Shkodër, janë duar trukitur në Kukës, janë duar trukitur
përfituarit e tyre në Durrës, janë dorëzukitur edhe pak rreth të tjera. Por kjo ka qenë sukses i gjithë grupit, do thotë Tova dhe gjithë ne jemi bashkë dhe gjithë shket bërë. Natyrisht që avash duke ardhur dhe fundit, deshëm që unë dua sinqerisht, me bindjen që këti, duke parë dhe fazën përgatitore që u bë, dhe i kthimin dhe tënd, por edhe të këtij grupit të mrekullueshëm. A do të ku të shkoj kjo Gennati si vjen? Se tani grupi po arrin atë që thatë profesor Tetova, që do të më shikonin në fund muajit tetor. Tani ne patjetër që e kemi qëllimin e qartë, domethënë, për objektivat tona. Është nevoja fare ti komentojmë ose ti nxjerrim pa. Ne jemi ekipi, domethënë, kampion. Një Shqipëri e gjithë, domethënë, që të thamë. Dhe ne duam që të mos e plotësojmë këtë dëshirë. Ta mbajmë akoma trofeun. Nëse do të kujtoja lojtarët e huaj, Jackson, Doamena, Ibrahimoglu, Fernando, Bakayoko, e ndonjë tjetër që kanë ardhur këtu. Pastaj do të kujtoja me këtu pastaj futbollistë shqiptar janë shumë, por do të mbulemi te ju që jeni në grup, te grupi që nga Xhamala, i Sherri, i Dasinani që është krye lojtarë të gjithë, edhe të tjerë, sepse po ti përmend të gjithë janë shumë. Nga këta lojtarë të jashtëm dhe të vendit. Si e shikon se si ata u integruan me njëri tjetrin, dhe si ishin diferencat apo kush përfituan nga njëri tjetri, nga profesionalizmi perndimor, nga profesionalizmi dhe të gjithë kemi fituar, domethënë, në mënyrë të ndërsjellë. Po ta prekësh, domethënë. Të gjithë këta për shembull që kanë ardhur nga jashtë, normal që ne kemi dhënë mundësi që ta adaptohen më shpejt në kampionatin tonë. Të fitojnë një formë sa më të mirë, domethënë. Që i bie që ne jo kemi dhënë atë dorë, domethënë, që të futen në grup. Pastaj patjetër që ne kemi marrë nga cilësitë e tyre, domethënë, nga futbolli i bukur që bëjnë ato, domethënë. Edhe për ty, për forcë fizike, pak dhe këto përgatitje fizike, Ignati e ka dalur shumë mirë me përballlimin e fazave. Por unë do të thoshja edhe shumë mirë, akoma më shumë që të përballojnë lojtarët kanë përballuar Stolin. Me kujdes, ai është problemi i vështirë të lojtarëve që kur në Stol. Unë them që kjo burimin e ka që të gjithë janë të bindur që profesor Tetova nuk i hyn njeriu në hak. Me treguesit kush është me Zoti, kush është me njëri do luaj. Ka një parime të paprekshëm. Tani, do të thosh që është vështirë kurrë. Tani çdo futbollist normal që ka vështirë Stolin, por e ka thyer, o ka pëlqyer mënyra që përdor presidenti Delrozi, Kledi Zenela dhe Tetova që mos të mërziten shumë ata që i historie kështu. E thash, a ka njëri që thot, më ka i natë, ma bëri mirë. Unë për vete e me bindur s'ka për kodë edhe të gjëra. Këtu në fakt tek ekipi jonë nuk është se ka pas, domethënë, një lojtar që mund ta quash lojtar Stoli. Domethënë këtu gjithë ju ka dhënë mundësia që të luajnë. Dhe kjo domethënë është çelësi i suksesit domethënë të ekipit tonë. Gjithë fytyrat domethënë kanë qenë fytyra të lumtura, fytyra të qeshura. Që një mund të ketë luajtur 30 neshe, një mund të ketë luajtur 25. Domethënë kjo është shumë. Si vjetë u mërzitëm, se filluam po si vjetë. Vjetë në rau Korça, si vjetë në rau Vllaznia dhe Barazoj Elbasani, pastaj më vetëm filluam të tregojmë kush jemi. Tani kjo është e bukur domethënë fundi më atë mend domethënë. Lotari duket në fund. Ne ka bishë bravo. Dhe ne presim fundin, aty kena domethënë atë objektivin tonë të marrim trofeun. Vjetë në finale ishim në formën e mirë më të bukur. Super formë. Po, është vërtet domethënë. Jetë edhe par vjetë domethënë të dyja kampionatet. Tani po jemi në vërtet fundit. Si ju duket formula që ndryshoi federata me përgjithësim? Do na stimulojnë, do na favorizojnë apo është njësoj? Unë besoj se është njësoj, domethënë, siç vitet e kaluara, domethënë, nuk është se shoh në ndryshim. Ngele për të provuar edhe kjo pjesë e formulës, domethënë. Ne, me thënë drejtën, në fillim fare unë si futbollist, po të jetë për mua, domethënë, ishte diçka e re dhe nuk është se më pëlqeu, domethënë, kur e kam dëgjuar në fillim fare. Por këtu ke Ignatja ne kemi dhënë kampion edhe pa formulë edhe me formulë, domethënë ne kemi mbajtur trofeun të dyja si kampionat të rregullt edhe me Final Four dhe nuk kena lënë vend për me diskutuar. Dhe kjo ka qenë e bukur. Lisone para fundit,
Filloj me radhë. Fangaj, Jefferson. Sota, Poçi, Gjemali. Gjimi, është dhe Gjimi. Kësi djatë, po, S'ka spanjoll. marrë të pra. Xhaime. Gjajme. Ndreca, Xhaime, edhe një aljev i alternativ edhe në qendërmbrojtës edhe mbrojtësi i madh. Vim me suç pastaj. Fernando, i madhi Aleksi, apo një Busquets modern edhe pse i shkurtër, një nga më të mirët, por posta më i miri, jo një nga i pozicionit dhe në vin Selmani, vin Bakayoko, vin Buri që i integruar tashmë, që ka hyrë në shinat e Ignatiës, vjen Selmani në tham, vin Franga në tham, Albanese, i ka dhënë çik finde edhe çik shu asaj. Na kanë bërë t'i harrojmë ata qikë. Po tani futbolli i tillë është. Futbolli harron shpejt domethënë çka ke kalu. Duhet me pa vazhdimin domethënë se si nisën. Patjetër që ato lojtarë që kanë ikë nuk harron domethënë se kanë dhënë shumë për Ignatin, por tani nuk duhet i çajmë. Ato kanë ikë, aty ne duhet t'ju urojmë suksese sepse kanë bërë një lëvizje për më mirë. Dhe uroj shpresoj që edhe çuna të tjerë domethënë të ecin në gjyrë. Sa fitore bëm rresht? 4 fitore. I kënaqur patjetër. Ne ngelen 3 ekipe që të mbyllin fazën e parë. Vjen Dinamo, shkojmë ke Partizani dhe vjen te Uta. Unë mendoj shansi mirë. Ti? Mendoj që të shohim në Generales me Dinamon pastaj. Ta i ka bërë presor Tetova njësoj të gjithë, një prerje. I marrim ndeshjet nga njët, shikojmë ndeshjen e radhës, nuk më ndryshoj asnjë gjë. Nuk e di pse, po jam optimist. Dinamo është ndeshje me vërtet e vështirë. Po, është një ndeshje e bukur, domethënë se dhe vjetë Dinamo ka qenë faktor domethënë në kampionat. Ka bën ishte shumë bukur, domethënë kundër Dinamos, sepse Dinamo ishte ekip që u ndeshën në finalet të kupës dhe ishte ekip që ishte në Final Four, domethënë që mund të na vite për me dhe këtë vit besoj që do i jetë kocka fort, domethënë që kemi kundërshtarë drejt për drejt, domethënë drejt Final Four. Kemi dy ballafaqime shumë të rëndësishme për arenën ndërkombëtare të futbollit shqiptar, mbar shqiptar. Kosovë, Sloveni sonte dhe nesër, sot në një emision që isha te Klan Kosova, e cila ka 2 futbollistë dëmtuar në mbrojtje, Vojvodën dhe Ramanin, dhe isha në studio me gazetarët dhe u thash Kosova ka bërë padrejtësinë më të madhe, vazhdoi të bëj padrejtësinë më të madhe, që nuk merr në ekipi kombëtar Arbenit Xhemalaj dhe s'do kishte asnjë problem në mbrojtje për të zvendësuar ata. Xhemalaj ka qenë një digë vërtet, një mbrojtës i super formuar, super ndërtuar dhe jo para 8 vjetësh që e provoi një herë kombëtarja e Kosovës dhe tani s'kujtohet më. Dhe nëse ai do të ishte nesër, do të kishte sot në darkë me Sloveninë, do të kishte bërë shumë punë kombëtares. I kanë folur dhe me presidentin Ademi, ta fusin, ta shikojnë, të vinë ta shikojnë, ta ndjekin sepse është një futbollist. Dhe meqense i urojnë fitore, unë i uroj fitore, pastaj do thotë Ndreca, po desha të thoshja që nëse Xhemali do ishte sot në Sloveni, për ju çdo gjë do ishte më lehtë. Si mendon për këtë ndeshje edhe për Xhemalin, po edhe për Shqipërinë? Unë Xhemalit i uroj sukses dhe mos dorëzohet domethënë sepse ka një moshë të re dhe relativisht është leta e mirë domethënë. Ka potencial domethënë që të arrijë nga Ignati të arrijë në një ekip më të fortë domethënë në arenën europiane dhe unë besoj që po të arrijë këtë hap. Patjetër që dhe kombëtarët domethënë do i kthejë syt sepse vëmendjen e ka tek Xhemali. Tani nuk e di domethënë këtë pjesën tjetër, por shpresoj si duket Shqipëria nesër. Nuk e di, besoj që është ndeshje e vështirë, shumë ndeshje e vështirë, domethënë, por të ndan nga momenta të caktuara domethënë. Mbrojtje. Unë ju uroj suksese se do të jetë ndeshje e bukur. Ndeshje Luaj futboll. Luaj futboll, po serbët s'na lënë se serbët e cilësojnë që edhe në ndeshje nuk i intereson ndeshja, vazhdojnë të flasin. Kosova është zëmra e Serbisë. Kosova gjithmonë do heqin presionin nga vetja vet domethënë, që i këtë mënyrë për të hequr presionin, sepse me vërtetë ata kanë presion domethënë të madh për këtë ndeshje. Mendimi jot për shpresoj që për Mitajn, për Gjimshitin, për Ajetin dhe për deri tani fritet që do jetë dhe Shkodrani Hysaj. Patjetër që mbrojtja domethënë është një mbrojtje është relativisht e mirë domethënë. Për Mario Mitaj që mund të them domethënë për mua është mbrojtësi më i mirë në Shqipëri domethënë që ka luajtur me kombëtarët domethënë.
Pastaj Gjimshiti është kapiteni i Atlantës. Ky sa është një lojtar domethënë që e ka treguar veten po luan nivelin Serie A, domethënë ka vite. Dhe patjetër domethënë që për ne janë krenari që i shohim. Më bën një pyetje sot në studio në Kosova. Edhe më thanë për kë jetën, për Julian Sheun apo për Ramadanin të luaj. Përgjigjja ime ishte, nëse duam të fitojmë, dhe të qarkullojmë topin Julian Sheun. Nëse duan futbollist forcë dhe që harxhon energji dhe përvojë, është Ramadani. Se ti ta kam bërë qefin, për ti si e. Unë të isha përgjigj ndryshe, po t'ishte për mua të isha përgjigj ndryshe, domethënë të kisha ngel Julian Shein të dia rastin. Gjej rastin domethënë që bërë suksese dhe na ka bërë krenar domethënë për atë që ka arritur, sepse ka dalë nga kampionati jonë domethënë nga kampionati shqiptar dhe është me vërtet gjë e mrekullueshme kur shef një lojtar domethënë që del nga kampionati jonë dhe arrin të bëjë atë shumë neshe të mira mos tënë diferencën domethënë tek ekipi kombëtar. Dhe për këtë arsye domethënë gjej rastin domethënë që të kthejmë vëmendjen domethënë edhe trajnerat e kombëtarëve domethënë të shohin sa më shumë elemente. Kemi Dajsinanin. Siç është edhe rasti i Dajsinanit domethënë që uroj shpresoj që shumë shpejt bëhet për të parë kombëtare sepse meriton. Duke falënderuar Ndrecën për këtë intervistë sinqert siç e patë bën bujë në djerë dhe hoqi jeta. Do t'i them që realisht duke arritur përsëritë e kombëtarja jam i mendimit që të paktën shqiptarët e kanë krijuar idenë dhe e kuptojnë shumë mirë që kush vjen te Ignatia i ka rrugët e hapura për të ikur në Europë. Ne jemi bërë një modelin e Dinamo Zagrebit të vogël. Dinamo Zagrebit të vogël, por besoj që Ndreca e di më mirë se unë se gjithë lojtarët që kanë ardhur këtu kanë ardhur me një karton, vlerë kartoni shumë të ulët dhe kanë ikur në Europë duke zgjidhur jo vetëm problemin financiar, po dhe problemin profesional. Po këtu duhet theksuar që problemi financiar është i siguruar dhe garanci, por mbi të gjitha Ignatia të hap dyert për në Europë. Jemi i vetmi skuadër që kemi çuar futbollistë në Serie A. Jemi i vetmi skuadër edhe në Serie B që kemi çuar andej. Edhe në Belgjikë, edhe Belgjika, nuk i ka gjithë postash, edhe Ibrahimoglu në morë me çuam përgjithë gjithë është huaj. Është i pari transfer domethënë që është krijuar transfer në Superligën e Egjiptit. Dhe pardje në Napoli, në Milano takova Vajushi. Nuk ka lënë fjalë të mirë pa thënë për Ignatia. E ndiqte dhe shikonte, natyrisht u bëra me krah. Ndreca, faleminderit, të uroj të jesh dhe shumë vite atje në krahun e majt, të bësh ato gjithë të bësh për Ignatian, për t'ia shpërblyer presidentit Demrosi gjithë investimin, drejtorit Kledit e gjithë problematikat që vuan, që gjithë me ju dhe t'je disa afër uri Kledi, por edhe përse jo për të rritur vlerat e presor të Tovës me përfaqësimin tuaj të kuptuar mirë. Unë të uroj jetë gjatë, asnjë dëmtim më dhe me një çun avash avash dhe suksese. Faleminderit për intervistën për Ignatia Fenix i rilindur nga Azia, në kujdesin e presidentit Demrosi, veçanti Ardit Demrosi, në fundës presidentit, që do të jetë në thesarin e kujtesës, në arkivën e Futbol Klub Ignatias. Faleminderit e këtyre sponsorëve që janë mbrapa, Sardi Energy, Konstruksione, Demrosi Konstruksione, Ujvara, Giardino Elit, Tosco Elektrik, Asparag Elektrik dhe në veçanti pastaj në fund fare Senaneli dhe hotelin e Pam, të gjitha këto kompani. Faleminderit Ndreca, suksese në ndeshjen e parë me Dinamon pas fitores së ekipit ton kombëtar sot 1-0. Faleminderit për sa.